Do të nisim fillimisht se çdo ditë me ecurinë e tregjeve financiare, do të shohim ecurinë e tregut brendshëm valutor, ku vjet re një rritje ndjeshme e dollarit dhe kjo rritje ka filluar që në sesionin e kaluar si pasojë e një marrëveshje të arritur mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës për gjatë fundjavës në bisedimet e zhvilluara në Gjenevë të Zvicrës. Palët kanë rënë dakord të ulin ndjeshëm tarifat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga 145% do t'ulin tarifat për produktet që importohen nga Kina në nivelin e 30%. Në anën tjetër, Pekini zyrtar për shkak deficitit pozitiv që ka, surplusit në saks, sepse deficit kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të vendos tarifa prej 10% ndaj produkteve që importohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këto tarifa do të qëndrojnë në fuqi për një periudhë 90 ditore. Gjatë kësaj periudhe, palët do të vjojnë negociatat për të arritur një marrëveshje përfundimtare dhe afatgjatë. Në këtë mënyrë janë ulur ndjeshëm mundësitë që ekonomia globale të shkojë në recesion, madje ditën e djeshme si një reagim ndaj kësaj marrëveshje, tregjet e aksioneve në Europë, në Shtetet e Bashkuara në Azi u ritën ndjeshëm. Kjo ka bërë që edhe dollari amerikan vetëm në sesionin e kaluar të fitojë rreth 1.5% të vlerës përballë monedhave kryesore ndërkombëtare. Kjo rritje e dollarit është reflektuar padyshim edhe në tregun e brendshëm valutor, ku vjet re një forcim i ndjeshëm i monedhës së gjelbërt. Sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, dollari amerikan ditën e sotme blihet me 87.5, shitet me 88.7 lekë, në rritje në blerje, por në rënje të lekë në shitje. Fitimet më të mëdha edhe në tregun e brendshëm, dollari amerikan i realizoi në sesionin e kaluar, duke u rritur nga rreth niveli mesatar 86 lekë, pra nivelit mesatar të 88 lekëve, duke fituar mbi 2 pikë të plota për balë monedhës sonë. Ndërkohë, euro është e pandryshuar pasi tendencën e rënje që monedha europiane shfaqi javën e kaluar përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në fillim të kësaj jave, duket se monedha europiane është stabilizuar në tregun e brendshëm. Në mëngjesin e sotëm, sipas Iliria 98, blihet me 97.7 dhe shitet me 98.5 lekë. Franga zvicerane blihet me 103.9 dhe shitet me 105 lekë, në rritje të lekë në blerje, por në rënje të lekë në shitje, që do të thotë se marzhi i tregtimit është ngushtuar për këtë monedhë, por gjithashtu edhe për dollarin. Paundi britanik blihet me 115.5, shitet me 116.8 lekë, në rritje të lekë vetëm në blerje. Ndërkohë në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë është e pandryshuar, blihet me 62.6 dhe shitet me 64 lekë, ndërsa dollari australian blihet me 55.9 dhe shitet me 57 lekë. Jeni japonez gjithashtu vjon qëndrueshmërinë përballë monedhës sonë, blihet me 0.58 dhe shitet me 0.61 lekë. Lira turke blihet me 2.2 dhe shitet me 2.32 lekë, gjithashtu e pandryshuar në mëngjesin e sotëm, ndërsa dinari maqedonas është në rënje të lekë në blerje, kuotohet në 1.53, ndërsa shitet me 1.6 lekë. Në ecurinë e rublës ruse, kjo monedhë ka pasur një tendencë në rritje në ditët e fundit si pasojë e shpresave për një armë pushim midis Rusisë dhe Ukrainës.